mundësi të madhe, sidomos për Prishtinën, teksa kapiten i Prishtinës për sot do t'jetë Ardian Limani, ish futbollisti i Dritës. Nalja Prishtina si që luajnë të parët me topin. Aksel Gnapi, vetëm 2 gola, qaj me një rasti kryesio, një super mundësi për Prishtinën, pretendohet për penalti. Ta shojmë edhe nga ky kënd. Qëmë që qëfar të vendos tani Ilir Mehmeti, është minuta e 5 të këti ballavaqimi dhe penalti për Prishtinën. Muja apo Malo, as një gol nuk e ka pranuar Drita këtë edicion në kupa, do tjetë ky i pari. Nisët Ardian Muja. Vjen goditja ati, kupton krahun, por nuk e ndalë dot, faton Maloku. Festojnë mysafirët, 1-0. Rati Kostishin. Vjen arkimi nga Ukraina, si shtylla e dytë shansi këtu. Mirë nga Ukraina si Kostishin. E rikthen shpejt në lojë Filip Bueje, Gnapi, rasti këtu goditja. Topi i takon në skuadrës së Dritës. Përndryshe Prishtina dhe Drita së bashku me Trepçën 89 janë 3 skuadrat e vetë. Karton të kush kemi? Karton të kush për Ardian Limanin. Mirë pasimi Pesni Krasniqi, shansi këtu për Dritën, shansi çfarë do ndodh Selmani. E gjatë aty. Bllokohet. Gjallur loja Dritës pas zëvendësimeve. Vjen edhe ky arkim drejt shtyllës së dytë, Zylfi e kthe në zonë, shansi për Dritën, shojmë një të lëvi e madhe, rasti këtu dhe të ketia e shojmë edhe njerë. Leonat Vitia ishte, me topin nuk e ka kaluar vijën, Bueje dhe përfundon gjithçka.